Skandali vërtet po ndodh këto ditë në tregjet e fruta perimeve, ndërsa në tregun e shumicës fermerët i shesin produktet me një çmim minimal, në tregun e pakicës çmimet rriten ndjeshëm, duke e bërë të papërballueshme për qytetarët. Një vëzhgim nga televizioni Apollon në tregun e pakicës në Lushnjë zbuloi një kontrast të madh midis çmimeve të fermerëve dhe atyre të shitësve fundor. Tregtarët e shumicës akuzohen se abuzojnë me çmimet, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e kostos për konsumatorët. Mungesa e subvencioneve dhe shitja nën kosto e prodhimeve bujqësore po e çon një pjesë të madhe të fermerëve drejt falimentimit, ndërkohë importet vazhdojnë të dominojnë tregun, duke e bërë të pamundur konkurrencën për prodhimin vendas. Produktet bazë si domatet, specat, patlıxhanët, mollët, patatet dhe qepët kanë pësuar rritje të ndjeshme çmimi. Një rast ekstrem është qepa e kuqe, e cila ka arritur një çmim rekord prej 150 lekë për kilogramin si asnjëherë më parë. Për familjet dhe pensionistët, rritja e çmimeve është bërë e papërballueshme. Me paga dhe pensione të ulta, shumë qytetarë po reduktojnë blerjet ditore, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e jetës. Tregtarët e pakicës, të cilët po përballen me ulje të shitjeve, shprehen të shqetësuar. Çmimet janë shumë të larta dhe nuk ka kush blen, rinia është larguar, pensionistët marrin me kokra, tregu është pasqyra e ekonomisë së një vendi. Ndërsa çmimet vazhdojnë të rriten, mungon ndërhyrja e institucioneve përgjegjëse për të monitoruar tregun dhe për të parandaluar abuzimet, ndërkohë qytetarët dhe fermerët mbeten të vetmit që ndjejnë peshën e këtij problemi në përditshmërinë e tyre.